Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamat ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla që na e mundsoi përsëri takohemi në këtë mezhlis të begatshëm e të mirë. Nëse Allahun Azza wa Jalla si shpërblemet të mira të tij të panumërta gjithë ata që janë dhe kanë qenë shkaktar për këtë takim të begatshëm. Sot me lejnë Allahut Azza wa Jalla vazhdojmë me mësimet e komentimit që kanë të bëjnë me fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Para se t'ja filloj, do të kisha dashur një pyetje shumë të thjeshtë ta parashtroj, ajo është cëllën sure sot e kemi në rast për ta bashkëbiseduar. E ti, Allah shpëlbeft. Sa më dava më shumë vullnet me vazhdim. Sura Tin, o sura në të cilën do të ndalemi në këtë mezhlis, ashtu si çdo sure tjetër, edhe sura Tin i ka veçoritë e veta, ku besimtari me mësimin dhe me ndëgjimin e kësaj sure, padyshim se fiton shpërblime të mëdha tek Allahu Azza wa Jall, por edhe i ngriten grada tek ai. Allahu subhanahu wa taala me surën Tin besimtarëve ju drejtohet në disa aspekte, në disa dimensione. Kjo sure do të thotë krahas asaj që përfshin aspektin domethënë e veprave të mira, aspektin e përmendjes së ushqimeve të begatshme, por përmend edhe fete ndryshme të cilat mbesin në historinë e njerëzimit deri në kiamet si fete të më të njohura. Dhe në fund përmend Allahu Azza wa Jall për shmërinë e tij, fuqinë e tij absolute dhe përbuzën natyrën e njeriut të keqe, dhe thotë që është përbuzësi të mirave të Allahut subhanahu wa taala. Pra me këto pak ajete Allahu subhanahu wa taala thotë trajton shumë forma, të cilat do të thotë forma janë të lidhura fort me qenien e njeriut, pa më parasysh se ajo ka të bëjë me atë aspektin fizik që ka të bëjë me ushqimin, me shëndetin, pa më parasysh se ka të bëjë me atë aspektin abstrakt që ka të bëjë më mirë thonë me besimin e tij dhe me aspektin e të natyrës së njeriut. Pra trajtat janë të ndryshme dhe këto janë ato dobi të kyçe që besimtari i merr nga sura Tin. Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e vet dhe me dinë vet absolute vendos ku dhe si do të betohet në diçka. Në këtë sure thot Allahu subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Wat-tini. Wat-tini el-vavu vavul qasam. Siç ka thonë thot xhumhuri i komentatorëve të Kuranit se ky vav është vavi i betimit. Pasha fiqin. Waz-zaytun. Dhe pasha ullirin. Dhe pasha ullirin. Shumë komentator të Kuranit ka thonë se vavi i dytë është vavi i ledhës, e nuk është i përfshim betimi. Një pjesë komentator, por shumica thonë jo se Allahu Azza wa Jalla këtu në këtë rast betohet edhe në fiqin, edhe në ullinin. Edhe në fiqin, edhe në ullinin. Dhe këtë mendim e ndajnë të thotë xhumhuri i komentatorëve të Kuranit nga sahabët, siç është Ibn Abbasi, dhe shumë komentatorë tjerë siç janë Katadea dhe kështu thotë Imam Kurtubiu, Imam Taberiu, Ibn Kathiri, Ibn Jeriri, thotë komentatorë më të njohur të Kuranit ndajnë mendimin se wat-tini waz-zaytun, këtu është për qëllim, ka thonë et-tinu alladhi ta'kuluna minhu waz-zaytun alladhi ta'sirunahu. Ka thonë fiqi këtu që është përmendur është fiqi nga i cili në fiqi të cilën ju e hani, do të pemat të cilën ju ushqeni me të, kurse ullini këtu është për qëllim ullini të cilën ju e shtrydhni për të bërë vaj prej tij. Sepse nëse thelloheni në leximin e surës Tin wa Zaytun, do të shihni se një pjesë e madhe e njerëzve e kanë komentuar ndryshe, kanë thonë e Tin është Mesjidul Aqsa
kurse zejtuni kanë thonë është një kodër e cila është do të thotë në Damask. Por do të apo disa e kanë komentuar, kanë thonë vetini o zejtun, kanë thonë tini është për qëllim Isa alayhis salam dhe zejtun kanë thonë është për qëllim këto do të thotë alegori, faktikisht janë munduar me shfrytzuar gjitha këto, por shumica e komentatorëve të Kuranit duke përfshirë këto edhe sahabët radhiyallahu anhum kanë thonë tini was zejtun është për qëllim pasha fiqin dhe ullirin të cilën ju do të thotë e njihni, e hani dhe pini. Allahu Azza wa Jall, siç thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allahu subhanahu wa taala kur betohet në një krijesë të tij, vetë betimi i Allahut tregon veçueshmërinë e asaj krijese. Se nuk është e kot, sepse bash Allahu Azza wa Jall është betuar në këto krijesa. Dhe Allahu subhanahu wa taala dhe këto të keni parasysh meselën që ka të bëjë me akidin e muslimanit, që disa i kanë keq përdor këto betime të Allahu subhanahu wa taala, që Allah betohet në disa krijesa të tija, e kanë marrë për argument betimin në krijesat e Zotit. Sikurse dikush mundohet mu betu në vlat, mundohet me betu në sytë e vet dhe kështu me radhë. Themi gjitha këto betime janë të nga shirku i vogël që besimtarët nuk i lejon. Dhe se nuk i lejohet besimtarët që të bën kias vetveten me Allahun Azza wa Jall, yadhan billah. Por se kjo është e drejtë absolute Allahut Azza wa Jall. Ai të zgjedh dhe përzgjedh për kë dhe si do të betohet dhe në çfarë kohe do të betohet. Këtë rast Allahu subhanahu wa taala betohet në fiqin. Betohet në fiqin dhe ullinin. Betohet në fiqin dhe ullinin. Tin arabisht i thënë fiqit dhe zejtuni i thënë ullinit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një rast në hadithin që transmeton Abu Darda radhiyallahu anhu, thot në një rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i erdh dhurat do thot një shport me fiq. Një shport me fiq. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha nëse do të kisha thonë se ndonjë pemë është pemë e xhenetit, do të kisha thonë se fiqi është pema e xhenetit. Nga se fiqi është pemë e cila nuk ka far. Dhe tha pejgamberi dhe fara dhe pemët e xhenetit janë pa far. Dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që është do të thotë لأن فاكهة الجنة بالعجم فكلوا منها فإنها تقطع البواسير وتنفع في النقرس. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hani nga fiqi, nga se thot pejgamberi fiqi i zhduk dhe i shkatron hemoroidet wa tanfa an-naqrus. An-naqrus kanë thonë dietarët është do të thotë një smundje e cila bëhet në midën, në luftin e njeriut. Nga ky hadith marrim mësim të se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka komentuar suretut Tin dhe nga ana tjetër ka treguar mjekësinë profetike pejgamberike, do të njëkohësisht. Me njën e lëvdon fiqin, se nëse kisha thonë se një pemë është pemë e xhenetit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të kisha thonë se ajo pemë është fiqi, sepse është pemë e cila nuk ka kocë brenda. Nga ana tjetër, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është plus, do të thotë është pemë ilaçlie e cila i ndërpret dhe zhduk dhe shkatron hemoroidet. Dhe nga ana tjetër, o të fa nëkrus, dhe të thotë nëkrus, e lezovan mjekësinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ishte do të thotë smundja e cila bëhet në luks, që shkakton do të thotë thartin më të madhe, që shkakton infektim në zonën 12 gishtore, që do të shkakton infekcion në mushkëritë e bardha, në mushkëritë e zeza, që pastron nga ana tjetër do të thotë veshkët dhe nuk lën më bë atje gurzi, dhe kështu me radhë do të thotë ilaçe të shumta që besoni që një orë tepër kishin përmendur të thotë dietarët lexim atë shkrimi gjatë ishte vetëm dobit e mëdha që nxirren nga fiqi. Dhe për këtë shkak shumë komentatorë të Kuranit kanë thënë se Allahu Azza wa Jall këtë pemë fiqin e ka bërë bekume dhe është betuar në të, shkaku se është ilaçli. Do thotë edhe përdorimi i brendshëm edhe përdorimi i jashtëm i fiqit. Po edhe vetë druni i fiqit është ilaçli.
Edhe vetë përdorimi i fiqit do thotë nga ana jashtme ka përmend të mjekësia e pejgamberit sa me marr shembull fiqin me zbut me një tomël, në çumsh do thotë me shtie dhe me li varën nga jashtë, nuk është e mundur që ajo varë të mos mshilet. Çfarë do varë që është ajo? Sa natyrisht gjitha këto duhet bën me bindje se me të vërtetë thotë kjo mjekësi profetike është e dobishme. Dhe pejgamberi do thonë në një rast tjetër e përmend thotë ni'ma siwaku az-zaytun min ash-shajarati al-mubaraka yatibu al-fama wa yudhibu bil-hufr wa hiya siwaku al-anbiya'i qabli. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, misfaki më i mirë është misfaki i fiqit. Tha yatibu al-fam, i jep aromë të mirë gojës. E shëndosh edhe gojën edhe mishin dhe kështu me radhë. Edhe drunin me përdorë të fiqit për misfak është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën drun e ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam her pas here për misfak. Dhe nga ana tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është misfaki jem dhe misfaki i pejgamberëve para meje. Dhe misfaki i pejgamberëve që kanë qenë para meje. Që na bën me dije, jo rastësisht Allahu azza wa jall është betuar në këtë pemë do thotë të begatshme e të bekume ku shumë komentatorë, siç është Ibn Kathiri rahmetullahi alayh, përmend se Allahu azza wa jall kur Ademi dhe Hava han nga pema ndaluar në xhenet dhe kur ju bjen, do të kur ju shplot avretit të tyre, shumë komentatorë kanë përmend se ata avretin e tyre kanë mbuluar me gjethet e fiqit. Avretin e tyre e kanë mbuluar me gjethet e fiqit. Pra është dhe pejë me cila mbulon të zeza dhe të këqija, qoftë në aspektin konkret, qoftë edhe në aspektin do të thotë abstrakt. Wa zejtun është përqenë do të thotë ullini, masnika që i themi na shkup i themi masnik, me thoni ullin dikujt së merve çka tham. Na e përdorimi do të thotë masnik i themi këto. Qoftë do të thotë përdorimi i ullinit si do të thotë si kokër apo si vaj, shtrydhjen e tij, është do të thotë nga pemët e bekumet që Allahu subhanahu wa taala betohet në të, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e përmend kulu zejte wa adhinu bihi fa innahu min shajaratin mubaraka, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hane ullinin dhe lihuni me të, nga sa ajo është nga një pemë e begatshme. Edhe këtu nëse ndalmi mjekësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të mahnitemi se çfarë dobi dhe urtësi ka në përmendjen do të thotë e fiqit dhe ullinit në këtë ajet kuranor. Wa turi sinin, dhe pasha turi sinin. Turi sinin është kodër në të cilën kodër Musa alayhi salam ka folur me Allahun azza wa jall. Ku Musa alayhi salam i ka ardhën shpallë, wa kellem Allahu Musa teklima, dhe Allahu i foli Musaut, kjo e folme dhe të ka ndodhë në Turi Sina, në këtë kodër të begatshme e të madhe. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, thot Tur Sinin është për qëllim, thot Tur është kodër, kurse Sinin thot është e bukur, el Hasan, el Jabal el Hasan. Dokumentator sikur se është Katade rahmetullahi alayh, thot Sinin është për qëllim kodër e cila ka drun të mëdha. Do ka thonë kodër e cila është e lartë. Por nëse marrim dhe i analizojmë gjitha këto vlerësimet e komentatorëve Kur'anit, kuptojmë se Turi Sinin është kodër e begatshme dhe e madhe, e cila është kodër e dukshme, e cila ka në vete pemë të shumta, e bereqet, e cila është kodër do thotë me tokë frutdhënëse, në të cilën tokë të begatshme, të mirë e të bereqetshme është taku Musa alayhi salam për ta pranuar bereqetin e madh prej Allahut që është do thotë shpalljen. Tevrati do thotë i zbret Musa alayhi salam në këtë kodër të begatshme. Dhe vazhdimi i ajetit të tretë, thotë Allahu azza wa jall, wa hadha al-balad al-amin. Dhe kjo tokë apo ky beled qytet i cili është i sigurt. Dhe këtu dalin në mejdan edhe tre ideologjitë dominante dhe dominuese prej në atë kohë deri në ditën e gjykimit.
Tini u zejtun është biladu sham, vendlindja dhe vendveprimi i Isait alayhis salam. Wa turi sinin është kodra në të cilën i zbret shpallja Musait alayhis salam, që dalë në pa krishterizmi si fe, nga në tjetër dalë në pa edhe feja e pasuesve që pretendojnë si atë Musa alayhis salam, që nuk janë realisht çifotët, dhe feja e tretë hadha al-balad al-amin, dhe ky qytet i sigurt, i rahatshëm, është për qëllim Mekja, ku në të cilën Mekja shpallet për pejgamber Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo sure e krahas asaj që përmend, do të thotë ato dobit konkrete që i kanë këto tre vende të shenjta e të mëdha, e të begatshme, bereqetin që ka çiqeni të Tini u Zejtun përmend, dhe thotë bereqetin që e ka Mesjidul Aqsaja, Kutsi, që ka domethënë këto dy bereqete të cilët janë dominante dhe vende më i mirë, do të ku është fiçi më i mirë dhe ullini më i mirë janë këto vende. U turi sinin, kodra e cila është e madhe, e cila është frutdhënëse, e cila është e begatshme, do të vendi simbolizon Musa alayhis salam, vendi ku i zbret shpalla Musa alayhis salam, dhe vendi i tretë wa hadha al-balad al-amin, dhe ky qytet i sigurt. Ta bën me di Allahu azza xal se ky qytet është i sigurt edhe në aspektin konkret, edhe në aspektin abstrakt. Pasi se gjitha ajetet e mëparshme, edhe Tini Zejtun, edhe Turi Sinin, kanë kuptimin konkret, kanë edhe kuptimin abstrakt. O hadha al-balad al-amin, krahas asaj që tregon se në këtë vend ka një pejgamber, tregon se kjo është feja e sigurt. Kjo është feja e fundit. Në të cilën fe e prezanton në këtë rast Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si pejgamber i shpallur për Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu Allahu azza wa jall thot miraton dhe pranon shpallën, zbritjen e shpallës së Isa alayhis salam, Musa alayhis salam, dhe në fund na e bën me dije se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është derogues e gjitha shpallëve tjera, se kjo mbetet ajo e cila është për gjithmonë tamam. Për gjithmonë emin, besnike, sepse Islami, shpallja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i shlyn fetë më parshme, fejnë e Isa alayhis salam dhe fejnë e Musa alayhis salam. U hadha al-balad al-amin e ka atë aspektin konkret që Allahu azza wa jall Mekkën e kalon vend të sigurt. Në Mekë do të kur nuk ka ndodhur tërmet, as kur nuk do të ndodh me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Mekkën e ka mbrojtur Allahu azza wa jall edhe nga elefanti, edhe nga ebreheja, edhe nga shumë sulme tjera që janë mundu, do të thotë një ditë për ditëve lexoesha për Sultan Selimin rahmetullahi alayh, i cili është domethënë sultani i Osmanive, i cili Sultan Selim është shumë i urrejtur te alevit, te shiat, mallkimi i Allahut qoftë mbi ata. Çfarë në atë ditë, të cilët do të thotë në atë kohë, në kohën e Sultan Selimit, kanë bërë do të thotë një komplot, një plan do të thotë me shtetet e huaja, me shtetet evropiane, qafire, që do të thotë ata t'ju ndihmojnë shiave, që shia do të thotë Mekën dhe Medinën t'ua shpallin do të si shtet të qufarëve, t'ua japin atinve, që përmes atinve t'i marrin dy vendet e shenjta, që edhe sot strategjia domethënë 50 hapshe e rafidive, Khamsini e kanë ata e din fort mirë shiat, kur t'ju thush strategjia 50 hapshe, qëllimi kryesor është që ata ta marrin Mekën dhe Medinën në dorë. Ata shkojnë në kolla, i mshen Irakit, i mshen Sirijës, i mshen ati, i mshen këti, për qëllimi kryesor dhe final i atimve është mi mshu Mekës dhe Medinës, me marrë qabën në dorë ata. Dhe kur Sultan Selimi kupton se shiat rafidit janë të bërë marrëveshje me qufart, për me vadhon në dorë atimve, çka ban Sultan Selimi? Në disa transmetime përmendet se për një kohë shumë të shkurtë, për disa ditë që sot është e pamundur, do të thotë me matematikat e sotit me bë llogarisë për çfarë ditë me mri prej, do të thotë Anadollit me mri në Mekë, do të thotë me ato mjetet e atij zamani, për një kohë shumë të shkurtë Sultan Selimi ka mri në Mekë dhe ka marrë Mekën, e ka bë shtet përbërës apo pjesë përbërëse të shtetit Osmanli, dhe va ka prish planin
shijave. Dhe ka prish planin shijave. Dhe kur dikush për juve të nije të shijat se ka emër Selim, në të verën të më kallëzoje. Dhe se Selimi është nga emrat më të urrejtur të shijat, se va ka prish Sultan Selimi, Allahu e mëshiroft, e rahmeti Allah qoftë mbi te, mbi atë burr të madh, Mujahid, i cili do të ka marrë ushtrinë e vet për një kohë shumë të shkurt, ka shkuar ka marrë Mekën në dorë vetëm e vetëm që Mekja mos bën në dorën e jo muslimanëve, të cilëve jo musliman Mekën ka ndosh me vadhonën, shijat, mallkimi Allahu qoftë mbi ta. Kjo është një fakt historik, se Allahu zot Mekën e ka mbrojë çdo herë dhe çdo herë do ta mbroje. Këtu është edhe hadha al-baladil amin, dhe kjo është qyteti i sigurt. Këtu ka zbrit pejgamberi i sigurt. Vetëm këtë pejgamber dush me pasu. Vetëm këtu nëse e pason këtë pejgamber, atëherë ke i sigurt dhe tamam. Dhe në këtë vend je i sigurt dhe i rahatshëm. Siguri shpirtërore, siguri trupore, siguri fetare. Edhe shpirtnisht çdo kush, unë shpesh xhamatlive i them, sidomos atyve që kanë pak më shumë dhe mundësi dhe i kanë kushtet materiale më të mira, i vjet do të hoxhoj, jam stres, kam një problem, kam një kështu, s'po bona rahat, sa ma don anti-stres, po. Merre biletën vëlla, shko numrin qabe, të kalon me lein Allah ta zot. Va hadal baladil amin. Kjo është qyteti i sigurt. Se stresi çka nuk kupton, pa siguri. Hamendje, dilema, çfarë stres? Hadal baladil amin, Rabbul alamin ka thonë, kjo është qyteti i sigurt. Kjo është qyteti që ti të rahaton, të siguron. Kur ka siguri, domethënë se ki gale për kur gjon. I rahatshëm, i qetë dhe ti largon gjitha brengat dhe të këqijat që i ki, edhe shpirtnore, edhe fetare, edhe trupnore. Me lejnë Allahu azza wa jall. Thot Allahu subhanahu wa taala në vazhdim, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Thot ne njeriu e kemi kriju në formën më të mirë. Ahsani taqwim. Jo rasisht Allah azza wa jall se ka përmend ahsani sura, thot ahsani taqwim. Në formën më të përsosur. Qawwama shay yuqawwimuhu, ose do të kur ta bësh plot, rije mirë, drejt. Për çfarë Allah azza wa jall ka kriju themër, ka kriju kom, ka kriju shpull, e cila është gjysmë rreth. Ka përmend dietat. Po ka kriju midis. Po ka kriju shpinë, ka kriju supa, ka kriju edhe kokë. Që njëri do të rinë në formën më të bukur, më të përsosur të rinë në kom. Me dy kom, me gjithë gravitacionin që gjendet në tokë, ajo stabil. Por edhe fjala ahsan është edhe formën më të bukur, përfshin do të thotë edhe pamjen e jashtme. Krahas asaj, pamjen do të thotë përbërëse, që është e jashtme ka përqim edhe estetikën edhe bukurinë. Që gojën e ka vëndu njeriu të ka kriju në vendin më të përshtatshëm, hundën ashtu, sytë ashtu, vetlat, qërpiqt, vallahi billahi. Nëse ndalesh vetëm vetën e këshin në bafshire një 10 minuta, i shem mrekullit Allahut azza wa jall në vetveten tënde. Mahnitesh se si Allahu subhanahu wa taala, se si Allahu azza wa jall i ka kriju dhe do gjitha këto, edhe çdo kime, çdo detaj që i kin trupin tënd, nuk është rastësisht. Ka urtësinë e te dhe ajo paraqet diçka te ti. Ki dobi dhe hajrate, të cilat dobi janë do të edhe dobi të jashtme, edhe dobi të mbrëmshme. E si ka mundësi që dikush të merr dhe të ndërhin krimin Allahu subhanahu wa taala? Çkon dhe ti merr vetnat, çkon dhe do të thotë të bën ndryshime në likur, të bën ndryshime në fizionominë e tij pa nevojë, me pretekst që duket ai më i mirë. Jo vallahi, më mirë se Allahu azza wa jall askush nuk ka mundësi me të qenis. Më mirë, më të bukur që të ka bëu Allahu azza wa jall askush s'në të bëje. Thot Allahu laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Thot na njeriu e kemi kriju në mënyrën më të përsosur, më të bukur, më të hershme, më të përshtatshme. Dhe çdo intervenim në këtë krijim që është normal, në sozat e asaj që është normale, është prishje krijimit të Allahut azza wa jall, që meriton madhkimin e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu azza thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Thot dhe na pastaj njeriu
e mposhtëm. E mposhtëm deri në maksimum. Esfel e safilin, do më thonë mposhtje, mas kësaj mposhtje nuk ka më. Pse? Do të e kam posht njerion, kur ai është tregu, kanë thonë disa komentatorë Kur'anit, kur ai është tregu jo mirë njohës ndaj të mirave të Allahut, që Allahu i ka dhënë kështu në lidhje tapet me ajetin, në fillimin. Allahu zot i ka dhënë ushqime të begatshme të mira. I ka kriju tokë e kodra, të cilët i japin bereqet atij. I ka dhënë edhe siguri në fe, me vend të sigurt, me garancë të Allahut se është vend i sigurt, pejgamberi i sigurt, fe i sigurt. Thotë e kam kriju në formën më të mirë, që me mujt me hongër, me pije, mu liru, masi të hanë të pinë. Thotë Allah thumë me radednahu esfele safilin, me gjitha këto të mira që ja dham na, aj kur bëni kufër Allah të azvëgjen, na e poshtrumat. E banë më të poshtrin. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Falahum ajrun ghayru mamnun. Thotë për vetë se i kemi mposht në këta që kanë bëjë kufër Allah të azvëgjen. Për vetë se atimve që kanë besu në Allah në azvëgjen. Wa amilu salihat. Ama besimin e kanë manifestu me vepra. S'ka mundësune e musliman zemrën e mirë, e rikom kritë kur mos fal namaz. Unë musliman zemrën e kam kristal, e kur mos ban asni punë të islamet. Nuk ka islam vetëm me iman me gjuhë. Këtive i themi murgji, që kam prish imanin, që kam prish besimin. Nuk ka iman pa manifestim të imanit me vepra. Falahum ajrun ghayru mamnun. Kur këta besuan në Allahun azza wa jall, manifestuan besimin me vepra të mira, wa amilu salihat. Salihat kanë thënë komentatorët Kur'anit dhe kanë vepruar vepra të cilët janë konform Kur'anit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jo wa amilu aqilat. Nuk ka thonë edhe banën vepra që va merr mendja atinve se janë të mira. Ja, wa amilu salihat. Dhe kanë bërë vepra salihat, të cilët vepra Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë mi bë. Falahum ajrun ghayru mamnun. Në këtë rast, ata kanë shpërblime ghayru mamnun. Ka thonë dietarët ghayru mahdud, të pakufizuar. Të pakufizuar. Shumë shpërblime të shumta, të cilët din me shpërblim vetëm Allahu subhanahu wa taala. Të cilët din me shpërblim vetëm Allahu azza wa jall, ai si din. Fama yukadhibuka ba'du bid-din. Allah zë këtu më ju drejtohet në formën e pyetjes, e cila pyetje nuk kupton në çmim. Thot, çfarë ju shtini? Çfarë ju shtini? Çfarë shtin mas gjithë kësaj që e tregova, mas gjitha këtyre të mirave dhe sqarimeve që kanë? Ju kadhibuka ba'du bid-din. Çka shtin që ti me përgjinjështru ditën e ahiretit, ditën e kiametit? As se ki bol argument se Allahu krijoi fiqin, të krijoi ullinin, dha vendet sigurta që i pejgamber, të krijoi formën më të mirë, ta mësoi imanin, ta mësoi islamin, t'ia pet për i përgjinjështron krijimin dhe ringjallën tek Allahu subhanahu wa taala. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. A nuk është Allahu? Allah subinde se Allahu azza wa jall është ahkamul hakimin, është më i urti, i cili krijon dhe bën me urtësinë e vet çdo sens si është më e urtë, më e mirë, më e dobishme për njerëzimin dhe për robët e vet. Allahu azza wa jall gjitha këto të mira i kalon për gjithë njerëzimin. Tashmë shkojmë do të thotë përfshirjen në një dimension tjetër të këtij ajeti kuranor. Gjitha këto të mira Allahu si kalon veç për muslimanët. I kalon për gjithë njerëzimin. Fiqin, ullinin, kodrën turisina, beledul emin. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kemi kriju njerion në formën më të bukur. Gjithë të drejtime janë për gjithë njerëzit, dera o qelë për krejt. Gjitha këto të mira Allahu si kalon ekskluzive për njerion. Edhe qafirin e ka kriju në formën më të bukur e më të mirë. Edhe ati i ka dhonë sy, i ka dhonë mend, i ka dhonë dur, i ka dhonë kam.
Edhe ati e ka botë mundshme gjitha këto vende t'i viziton, e tanët pinë nga të mirat e kësaj, e apetaj tregohet mos besues dhe mos përfillës i shpalljes, atëherë Allahu azza wa jall me urtësinë e vet, çka ka kriju sprova që njerëzit në ditën e gjykimit të mos arsjetojnë se Allahu të vallë dikujt i ka bërë padrejtësi. Lësë Allahu azza wa jall që të na jep nga të mirat e tij të panumërta, të na ruaj dinin, të na ruaj imanin dhe të na bën pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Këto ishin disa dobi dhe urtësi shkurtimisht rreth suretut Tin. Allahu ju shpëbleft të gjithëve me të mirat e tij të panumërta.